Presidenti i Republikës Bajram Begaj mori pjesë në konferencën e 4 ndërkombëtare për financimin e zhvillimit të Kombeve të Bashkuara, së bashku me liderët e mbledhur në Sevilla të Spanjës. Në fjalën e tij, Begaj solli në vëmendje angazhimin e Shqipërisë dhe hapat e ndërmarra nga vendi ynë për zbatimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Investimet në arsim, shëndetësi, infrastrukturë digjitale dhe energji të rinovueshme janë kthyer në përparësinë tonë strategjike. Po zbatojmë reforma fiskale për të rritur transparencën dhe paanshmërinë në sistemin tatimor, si dhe po punojmë në mënyrë të intensifikuar për të siguruar që shpenzimet publike të jenë të orientuara drejt përmbushjes së objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithashtu kreu i shtetit paraqiti vizionin e vendit tonë për nevojën e financimit për zhvillim si një mundësi që garanton rritje ekonomike të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe investim për qytetarët përmes politikave ekonomike të bazuara në drejtësinë sociale. Shqipëria i bashkohet gjithnjë më shumë zërave në rritje për një arkitekturë financiare globale të reformuar që të jetë më gjithëpërfshirëse, më përfaqësuese dhe më aftë për të përballuar krizat e shumta dhe të ndërlidhura që karakterizojnë kohën në të cilën jetojmë. Financimi për zhvillim nuk duhet të mbetet një slogan. Presidenti Begaj zhvilloi në Sevilla takime me mbretin e Spanjës dhe kryeministrin e saj, me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, si dhe me krerë shtetesh pjesëmarrës në konferencë.